Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të ri të Pod Flas. Sot do flasim përsëri për fëmijët. Zhvillimi i fëmijëve. Sot jemi me terapiste zhvillimi Emi Shehi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje Alerida, faleminderit që më bët pjesë të podcastit tuaj, ku fokus është fëmia. Uroj që të kemi një bisedë këndshme dhe të ndihmojmë sa më shumë nëna sot. Patjetër, ky është edhe fokusi vetë të Pod Flas. Ashtu siç edhe e theksuam, zhvillimi i fëmijës. Ndryshe të dalim jashtë kornizave, pse janë kaq të rëndësishme vitet e para për zhvillimin e fëmijës? E vërtet, dua të hedh poshtë këtë mit që vitet më parë është krijuar që është i vogël dhe nuk kupton, apo është i vogël ndoshta do filloj disiplina pak më vonë, po tolerojë se është i vogël. Kjo është krejtësisht e gabuar, edhe nga studimet dhe shkenca e ka vërtetuar që 0,5 edhe 0,7 mund thoja. Unë për më tepër mund thoja edhe periudhën e shtatzanisë, që nga aty nis krijimi dhe zhvillimi neurologjik i trurit të fëmijës, nëpërmjet të cilit koncepton botën, emocionet, qasjen që ka ndaj vetes, kontrollin emocional, më pas socializimin, mënyrën se si ai menaxhon frikrat, emocionet pozitive apo negative. Atëherë është e pjesa që fëmijët që në barkun e nënës që nga aty fillojnë të ndjejnë, më pas zhvillohet dëgjimi, nëna arrin ti i çoj emocionet, ndjesitë dhe çdo gjë tjetër. 0,5 është një fazë vendimtare goxha e rëndësishme ku formohen themelet e një adulti nesër. Pra mënyra se si ai do ta konceptojë realitetin, dhe ky realitet ndërtohet nga prindërit, nga gjyshërit, nga një kujdestar, varet kush është pjesë e përditshmërisë së fëmijës. Ai ndërton vizionin që do ketë për botën dhe për veten e tij nesër. Prandaj 0,5 është shumë e rëndësishme që fëmia ta kuptojë botën si një vend të sigurt, ku ka kufin të qartë dhe kjo gjë të ta ndihmojë edhe për qasje sa më sinkronike me shkollën, nesër me marrëdhëniet intime, sociale, në punë dhe në çdo kontekst që do ta shoqëroj përgjatë jetës. Kur flasim kjo pjesa që ju edhe përmendet për pjesën e zhvillimit që fëmia kupton, pavarësisht ose mos të diferencojmë edhe pjesën e zhvillimit fizik, pjesa e zhvillimit emocional dhe psikologjik i fëmijës zhvillohet normalisht gjatë këtyre të viteve që janë shumë të rëndësishme themelet atë, siç edhe ju e thatë, e ardhmja e fëmijës nesër. Në ditët e sotme, si qasëm prindrit e rinj tani më kësaj epoke ku ne jetojmë dhe si e shikojnë ata ndryshe nga prindrit e tyre, brezat e tjerë të prindërve që kanë qenë? Atëherë jemi në një epokë krejt ndryshe. Mendoj që presioni psikologjik i nënave për mënyrën se si prindërojnë është vështirësuar dhe është goxha i madh, sepse me një hapje telefoni shikojmë 10 profile Instagrami, apo në internet, apo në lajme dëgjojmë kudo këshilla, leksione, mënyra të gabuara, prindi përjeton frikë, gjithashtu një mungesë vetbesimi në aftësinë e tij si prind. Edhe kjo normalisht është ajo pjesa se si duhet të prindëroj. Po, pikërisht këtu prindi gjendet i dyzuar dhe në mungesë të gjërave të fëmijërisë vet, apo për të mos përsëritur eksperiencat e fëmijërisë, ti mundohet të japi fëmijës çdo gjë që i ka munguar. Kjo pa dashur e dëmton fëmijën. Sepse disa gabime që prindërit bëjnë pa e kuptuar, çdo prind pikë së pari bën gabime dhe është e pashmangshme mos gabojmë. Jo çdo gabim prindit e dëmton fëmijën, sepse nuk jam këtu që t'i tremb nënat, por dua të them që duhet rritur pak vigjilenca. Ndonjëherë kemi tendencë t'i mbrojmë fëmijët dhe kjo ngatrohet me dhënien e dashurisë. Nuk do të thotë që një prind i cili nuk ka qasje ta mbrojë fëmijën që në momentin e parë nuk e do fëmijën, thjesht është e preferuar të qëndroj aty, të japi mesazhin indirekt fëmijës që nëna është këtu me ty, apo cili do prind, jam këtu me ty, unë të ndihmoj ta kalosh këtë vështirësi, apo një moment goxha i vogël për një bebe mund të jetë ngjitja e një shkallë, për një fëmijë adoleshent mund të jetë përballja me një situatë me një nxënës në klasë. Nëse nuk flasim për situata shumë të agravuara, gjëra të vogla dhe që janë pjesë e përditshmërisë, është mirë që fëmia ti përballoj vet. Nuk duhet ai reagimi menjëhershëm i nënës. Nëse do të jap një shembull të përditshmërisë të rëndomt, Emili, vajza ime që është 1 vjeçe, ulet të ha mëngjesin, ka plugën dhe e kap në drejtim të kundërt, sepse akoma nuk e ka
nuk e ka masterizuar aftësinë të ngrënies në mënyrë të pavarur. Instikti im apo reagimi im automatik është t'ja rregulloj lugën apo t'ja afroj. Këto e bëjnë shumë nëna. Këtu unë sapo e kam hequr mundësinë të zhvilloj një aftësi koordinimi, të mësoj procesin e ngrënies, të eksperimentoj me lëvizjet e saj. Gjithashtu, të rrisi vetbesimin. Nëse ajo arrin ta kryejë një proces vet në mënyrë indirekte, merr mesazhin që është e aftë t'ja dalë dhe vet. Nëse unë bëj çdo gjë gati për këtë, mesazhi indirekt është që unë gjithmonë kam nevojë për dikë tjetër që t'i bëjë gjërat për mua, unë nuk ja dal dot vetëm. Fëmia nuk e koncepton dot shabllon në të njëjtën mënyrë që ne po e flasim, po e pasqyrojmë. Por këto janë mesazhe indirekte që i rrënjosen në pavetëdijen, në 0-7 vjeç, të cilat e shoqërojnë më mbrapa. Kemi shumë adoleshentë, shumë të rritur, të cilët vuajnë nga mungesa e vetbesimit. Kanë ankth social, kanë ankth në përballje me shokët, shoqet, me ambientet e punës, në çdo ambient jashtëm, i cili nuk është ambienti i familjes. Këto po t'i kthesh mbrapa në kohë, dhe të bësh një reflektim, këto vijnë të gjitha nga mënyra se si prindi e ka lënë fëmijën të ekspozohet ndaj situatave në jetë. Dhe normalisht pjesa e zgjidhjes që ju e përmendët, zgjidhja e menjëhershme ose dhënia gati e zgjidhjes, dhe normalisht në momentin që nuk di të zgjidhësh, përveç se ne i vjellim mundësinë për të kryer vetbesim, ne i heqim mundësinë që ai të krijojë aftësitë zhvillimore që janë adekuate për moshën biologjike në të cilën fëmia është. Patjetër, ndoshta edhe kjo pjesa që të gjithë kanë atë pjesën siç edhe e përmendët, pjesa e vetbesimit ose edhe të fëmijës, pjesa fizike është në thënë sa më e dobët se sa një fëmijë i 2010-s po flasim, dhe janë më shumë ndryshe, të themi, këtë pjesë. Ajo që e përmendët është edhe pjesa që janë të varur, pjesa ose nga sjelljet, po emocionalisht, sa të varur janë sot fëmijët nga prindrit e tyre. Fëmia vjen në jetë si një tabula rasa dhe çdo gjë programohet nga mjedisi familjar apo edhe nga edukatorët apo mësuesit që kanë gjithashtu një rol shumë të rëndësishëm në këto programime të fëmijës. Fëmia ka dëshirë dhe lind me aftësitë e tij natyrale, organike për të eksploruar. Eksplorimi i çdo gjëje, sepse fëmia nuk njeh kufi dhe rrezik. Ktu është prindja ai i cili e drejton, e ndalon, e lë të lirë dhe e udhëheq për të eksploruar. Kjo është mënyra ku shumica e prindërve pa dashur, duke dashur t'i mbrojnë fëmijët, gabojnë. Fëmia nuk paraqitet vetëm, nuk arrin do të kuptoj trupin e tij në hapësirë, nuk arrin do të kuptoj çfarë gjëje që unë mund të marr në dorë mund të thyhet. Nëse unë bëj një gabim, si mund ta riparoj? Nëse vajza ime dje ishte tek dera, donte të merrte çelsat. Po e shikoja, nuk po arrinte dot. Instikti im i parë ishte ose të hiqja çelsat, ose t'ja jepja në dorë. Nuk dua të flas a duhen lënë çelsat apo jo, se kjo është temë tjetër. Prita pak dhe po e vëzhgoja. Pa afër një kuti të vogël, të fortë, të cilën mund vendoste këmbët dhe të ngjitej lart dhe këtë gjë ta bënte vet. Në këtë moment, unë asaj lash hapësirë për të vënë trurin në funksion, në punë. Se si të gjej një zgjidhje. Këtu lidhen më pas edhe ato problemet e vështira matematikore që fëmijëve i duken kaq të vështira, sepse vetë shkolla dhe arsimi e programon vetëm për një zgjidhje fëmijën, ndërsa jeta dhe ambienti natyral i lejon, jep hapësirë imagjinatës që të krijojë 2-3 zgjidhje menjëherë. Ndërkohë nëse unë do e jepja direkt objektin e kërkuar, unë nuk do t'i leja asnjë mundësi zgjidhje. Prandaj përveç kësaj, ajo në vetvete shpreu një mimik vetbesimi dhe vetkënaqësie, të cilën po do ishte me të vërtet një mëkat nëse unë doja hiqja. Sepse i ishte mundësim për të zgjidhur vetë, për t'ja dalë vetë. Ndoshta për të ndjerë edhe mirë me atë mimikën që ajo ka bërë në fund fare. Është ajo pjesa që e njëjta situatë mund të ndodhë nesër në shkollë. Ose klasa e parë që mësuese mbarove me atë tregimin e rezultateve, arritjeve, domethënë që nuk presin gjithmonë që të jetë mësuesja t'i ndihmoj ose mami ose babi që kanë ndihmuar në shtëpi. Po, dhe nesër nuk do hasin vështirësi në marrëdhëniet e punës, në marrëdhëniet intime, në marrëdhëniet në çift, ku kërkesat nga të tjerët ndoshta nuk janë reale, sepse në familje është paraqitur një realitet tjetër. Arrin të marrë çdo gjë që don në momentin që don. Kur ndeshet jashtë me botën, takon një realitet tjetër.
ky realitet nuk i vjen mirë, sepse nuk është në habitatin e vet, dhe vetë ne kemi mekanizma shmangës dhe frustrohemi kur përballemi me një realitet që nuk është i zakonshëm. Ka mënyra dhe mënyra si një i rritur mund të reagojë nga këto, fillon nga më të shëmtuarat tek më të dëmshmet. Kështu që për të shmangur këto, e mira është që fëmia ta përjetojë botën në mënyrën e tij natyrale, ashtu siç është programuar. Absolutisht që prezenca e prindit duhet të jetë aty gjithmonë për t'i dhënë mesazhin unë jam këtu, të ndihmoj, të lë ta gabosh dhe ta kuptosh. Kur Emily ka dëshirë të derdh ujë mbi dysheme, herën e parë e lash ta eksperimentonte këtë gjë. Një herë tjetër mund edhe ta përfshi në procesin e pastrimit. Në këtë rast unë e kam lënë ato të eksperimentoj sepse është fazë zhvillimi e hedhja e gjërave në dysheme, duhet ta bëj të ta kaloj këtë proces. Por kur kjo gjë bëhet e tepër dhe nuk është më funksionale, pra e ka kaluar atë fazë zhvillimore, atëherë kjo kthehet në një lojë jo funksionale. Në këtë rast unë shfrytëzoj këtë moment dhe e përfshi dhe në rutinë. Në këtë rast ajo përveç se mëson një aftësi pastrimi, koordinimi, mëson edhe përgjegjësi për veprimin të cilën ka bërë. Nëse unë do t'i vërtisja apo do ta ndaloja dhe do ta fshija vet pa e përfshirë në këtë proces, ajo do krijonte thjesht idenë që dikush po më ndalon dhe po më frustron dëshirën time për të bërë diçka. Dhe këtu më pas vjen disiplina përkundrejt kontrollit. Pra, mos bëje ose mos e bëj sepse e them unë. Ndërsa disiplina është ta mësosh fëmin me përgjegjësi, ti thuash jo, sepse joja nuk është e dëmshme, përkundrazi, dhe ta përfshish fëmin në vetë procesin e asaj që bëri. E qartë. Në këtë moment siç edhe përmendet në rastin e derdhjes së ujit, raste pafund që dëgjojmë që fëmijët shkojnë në supermarket ose në dyqan e lodrave duhet të blejnë 5 lodra, 10 lodra. Çdo herë që shkojnë duhet të blejnë patjetër gjëra të reja dhe normalisht fillojnë ato sillet kundërshtuese. Si mund ta shpjegojmë këtë sjellje dhe se si mund të ishte më e mira që mos të arrihet në atë pjesën që fëmia të përplaset në dysheme ose ta marrë vesh gjithë supermarketi që duam të blejmë 2 lodra të Kinderin ose diçka tjetër. Atëherë, shumë prindër, sidomos nëna, janë shumë të kompleksuara nga këto shpërthimet emocionale që fëmijët bëjnë në publik. Unë jo që e normalizoj, por dua t'i them nënave mos ta konceptojnë dhe ta ndjejnë si kompleks dhe si një sjellje të tmerrshme për të sikletosur. Shpërthimet emocionale tek fëmijët e vegjël janë krejt normale, sepse ato akoma nuk kanë kontroll mbi emocionet e veta. Janë një trup i vogël me emocione shumë të forta, kështu që nuk arrin dot t'i menaxhoj. Këto shpërthime janë normale. Ajo çfarë do preferoja unë të bëja në këtë rast, unë gjithmonë mundohem ta parapërgatis për vendin ku të shkojmë, për procesin atë cilën do bëjmë. Edhe pse vajza ime ndoshta nuk kupton 100% asaj çfarë unë i them, çdo ditë kupton gjithmonë më shumë. Kështu që para përgatitet do shkojmë këtu dhe do blejmë kaq gjëra. Fëmia, edhe nëse nuk do, limitet duhet të jenë të qarta dhe të qëndrueshme. Nëse fëmia është mësuar që mami ka thënë një herë jo, pastaj kur fëmia ka qartë dhe ka uluritur, mami ka thënë po, fëmia mori mesazhin që nëse unë qaj dhe e kërkoj përsëri me zë të lartë apo me dram, do arrit të marr atë që dua. Kështu që fëmia është goxha inteligjent për të mësuar sjelljet dhe për të, siç e themi në zhargon, për të matur pulsin e prindit. Është shumë i shëndetshëm një prindërim që nuk i ble asnjë lodër fëmijës dhe qëndron gjithmonë jo për arsyet e veta personale, por qofshin këto dhe arsyet ekonomike, që shumë prindër zgjedhin mos ia paraqesin këtë realitet fëmijës. Dhe fëmia rritet në botën e ëndrave, kur rritet dhe kupton realitetin, pastaj përjeton një zhgënjim. Apo ti thuhet sot, po, do të blej 10 lodra. Pra kjo është zgjedhje e totalisht e lirë e prindërve, edhe pse unë nuk jam shumë dakord me lodrat e tepërta, por prindi duhet jetë i besueshëm nga fëmia. Nëse i thot sot nuk do blesh asnjë lodër, nuk duhet i blej asnjë lodër. Nëse i thot do blesh vetëm një lodër apo 2, duhet i qëndroj fjalës që thot. Kështu fëmia është më i kontrolluar, është më i qetë, e menaxhon edhe emocionin e tij. Nëse prindi është i palexueshëm për fëmin, fëmia ndjen një ankth si do ja dal sot këtij procesi që kam. Pra, sa duhet të qaravitem, të bërtas, të ulëras, sepse nuk e din deri ku do shkoj prindi, sa do zjasi kjo. Prindi mund të jetë i nevrikosur dhe mund ta lejë 2-3 minuta. Ai nuk e din, e zjat më tepër, thot pse herën tjetër qava vetëm pak dhe e mora. Prandaj, kufijt janë shumë të shëndetshëm dhe prindi duhet japi fëmijës besim, kështu fëmia ndihet edhe më i qetë.
prindrit janë rritur në një periudhë ndryshe dhe normalisht nuk është epoka ose kur ata kanë qenë fëmijë ajo që është edhe sot sepse çdo gjë është ndryshe. Sa ndikon frika e prindërve në zhvillimin emocional të fëmijëve të tyre sot? Fëmijët, siç e tham edhe më parë, ndjejnë çdo emocion të prindërve, aq më tepër të nënës, e cila është ekspozuar më tepër me fëmin. Dhe frika është një ndjesi që i tejçohet edhe nëse jo me fjalë, i tejçohet fëmijës me ndjesi dhe me reagime. Fëmijët janë një lexues shumë i mirë edhe i gjuhës së trupit të nënës. Frika është elementi i cili pengon më së shumti eksplorimin dhe zhvillimin motor, fizik, edhe psikologjik të fëmijës, edhe intelektual. Kështu që frika është bllokuesi më i madh. Nuk po them që prindi të bëhet neglizhent, po të komandoj dhe të uli frikën, duke menduar që është një ndjesi që do t'ja trashëgonte dhe fëmijës në jetë, dhe frika më pas në situata të ndryshme tejçohet dhe përkthehet, formësohet edhe në ankth, gjë që nuk sjell një fëmijëri dhe një adult të shëndetshëm emocionalisht. Patjetër, do të pjesa se si ata reagojnë kundrejt fëmijës, jo vetëm në sjelljet ose reagimet e tyre ose kërkesat të cilët fëmijët e tyre kanë. Një shembull nga përditshmëria reale, para ca ditësh më shkrua një prind në Instagram dhe më thot, vajza ime kishte filluar të ecte dhe pa pritur kur ra për herë të parë, se normalisht procesi i fillimit të ecurit, fëmia rrezohet shpesh. Por duhet pasur shumë kujdes dhe prindi duhet ta menaxhojë shumë frikën. Nëse fëmia bjen për herë të parë, përjeton këtë proces fizik, dhimbje apo edhe jo, gjëja e parë që bën shikon prindin, shikon reagimin e prindit, sepse është diçka e panjohur për të dhe don ta bëj leximin nëpërmjet syve të prindit. Nëse prindi e shoqëronte me një dëbërtitur, me një trembje, me një wow, u vrave apo me tension, fëmia automatikisht e njeh këtë situatë dhe një reagimin që vjen pas kësaj situate. Shumica e fëmijëve zgjedhin të stopojnë për disa kohë të ecurin, nga frika për të përballur përsëri me të njëjtën situatë, dhe kjo vjen nga reagimi, nga frika e prindit. Këtu dua të demonstroja se sa ndikon frika e prindit tek fëmia. Patjetër, jo vetëm në rastin që ju edhe sapo përmendet në një episod të mëparshëm që edhe stomatologja tha që kur prindri thot do shkojmë te dentistja, por nuk ka dhimbje. Në momentin që ti ja thua, fëmia e ndjen. Kështu që duhet të jemi mendoj që duhet të jemi realist. Edhe për t'ja zbuluar fëmijës situatën, për t'i thënë nuk ka dhimbje, edhe këtë nuk do e preferoja, sepse më pas fëmia kur prezantohet dhe takohet me dhimbjen, ndjen një zhgënjim nga prindi, pasi prindi ka prezantuar diçka tjetër dhe në episodin e rradhës nuk do ta besoj më prindin. Kështu që kjo përveç se do ta koklaviste dhe do ta vështirësonte, nuk do na zgjidhte gjë. E mira është që fëmia të para përgatitet për çdo vend që do shkojë. Unë zgjedh edhe në udhtim, edhe kur e çoj te doktoresha Emilin apo edhe kur e çojmë te familjarët e nënat e gjyshi, ja shpjegoj të gjithë pjesën, do shkojmë këtu, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, sidomos në takime me njerëz dhe ambiente të cilat i shikon për herë të parë, e mira është që të para përgatitet. E qartë. A duhet që prindrit të vendosin kufin patjetër që fëmia të jetë i pavarur emocionalisht? Para disa ditësh në Instagram kisha bërë një story ku thoja sa herë ju është thënë mos në fëmijëri. Dhe ndonjëherë nuk dua të jap mesazhin që fëmijëve nuk duhet t'i themi jo dhe nuk duhet t'i themi mos. Mënyra se si zgjedhim ta bëjmë këtë bën diferencën. Jemi në epokën e gentle parenting, ku prindërit janë shumë më gentil, tolerant, më tepër se ç'duhet, por edhe kjo ka anën negative të medaljes. Prindi duhet krijojë kufi të qartë, të arsyetueshëm, nuk po them absurd dhe të egzageruar, por kufin duhet jenë aty prezent, sepse me anë kufive fëmia ndjen më pak ankth, ndjen që ambienti është i sigurt dhe prindi ka nën kontroll çdo rrezik që mund t'i kanoset. Fëmia me anë kufive din ku fillon dhe ku mbaron kontrolli i tij. Pra nuk mbart me vete ankthin që gjëja është, situata është e palimituar dhe unë nuk e di ç'më pret, sepse nuk kam kufi. Mund të provoj dhe të eksperimentoj çdo gjë pa mas. Kështu që kufint janë absolutisht tepër të shëndetshëm. Ajo që dhe ju e thatë pjesa sa herë ju është thënë mos, si duhet t'i shprehet ose si duhet t'ja transmetosh fëmijës kur nuk duhet të mos përdoret fjala mos? Atëherë thuhet shpesh që
fëmijës kur i thua mos e hap frigoriferin, Do bëj fëmia dëgjon vetëm hap frigoriferin dhe fjalën mos nuk e dëgjon fare. Kështu që në këtë rast e mira është që gjithmonë t'ia zëvendësosh me një alternativë tjetër fëmijës. Kur unë Emilin e çoj në tualet për të bërë procesin e larjes së dhëmbëve, dykica që ka aktualisht, Emili don ta zgjasë procesin pambarimisht. Kështu që unë e para përgatis, ajo është në një proces që po kënaqet dhe po e shijon shumë. Unë mundohem që mos t'ja mbyll rubinetin papritmas në mes të atij emocioni që ajo po përjeton, sepse për të është një emocion shumë i madh. Unë mundohem ta para përgatis 1 sekond përpara apo 2 sekonda përpara, Emili tani mbaruar, më shkruaj ta mbyllim. Gjithashtu me gjeste dhe shoqëroj me fjalë, në këtë rast edhe i pasuroj pak fjalorin dhe gjuhën e të kuptuarit, e mbyllim dhe gjithmonë jap një alternativë tjetër, sepse vëmendja tek fëmijët shpërqendrohet shumë lehtë. Kështu që tani të shkojmë tuaj me top dhe mundësisht mund ta kemi edhe aty afër objektin. Emili patjetër që mund të qaj, patjetër që nuk i mirëpret gjithmonë këto jot, por unë qëndroj gjithmonë statike dhe e qëndrueshme. Në moment që unë dua ta lë më tepër, nuk i them do ta mbyll, e lë, në momentin para se ta mbyll, i them tani do ta mbyllim. Por qëndroj aty sado e fort tjetë refuzimi i Emilit për të mos e mbyllur procesin. Ajo frekuenca, konsistenca që duhet patjetër që por jo t'jemi edhe shumë mbytës për t'i thënë jo për çdo gjë. Nëse është verë dhe ajo po lan duart në tualet, ndoshta edhe laget, nuk e shikoj aq shumë të nevojshme që t'i thuhet jo do e mos. Ajo po zhvillon një proces zhvillimor, po prek ujin, po krijon ndjesi sensoriale të cilat gjithashtu i përkthehen në zhvillim. Patjetër. Nga gjithë eksperienca juaj dhe vetë si prind tani, cila është ajo sjellje e prindërve që duket si dashuri, por në fakt është ajo që mund ta dëmtoj fëmijën pa dashur gjithmonë? Mendoj që në epokën që po jetojmë është një ndër sjelljet që shikojmë më shpesh, është mbrojtja e tepërt, ndërhyrja menjëhershme dhe mungesa e kufijve. Kjo vjen absolutisht nga dashuria e madhe, prindi nuk do ta shikoj fëmin në vështirësi për të arritur diçka, por për të përballur me një situatë vështirë, kështu që e merr ai përsipër këtë gjë. Dhe fëmia merr mesazhin siç e tham edhe më parë, që unë nuk mundem dot, duhet gjithmonë dikush që ta bëj për mua. Mbrojtja e tepërt, fëmia do përjetojë edhe ndjesinë e frustrimit, edhe ndjesinë e zhgënjimit, edhe ndjesinë e trishtimit, kështu që janë emocione shumë normale që do jenë pjesë e jetës së tij gjithmonë. E mira është që fëmia ti njohi dhe ne ta ndihmojmë, ti kontrolloj dhe ti menaxhoj. Nëse fëmia pson një tantrum në një vend publik apo edhe në shtëpi, unë zgjedh të qëndroj afër, ta ndaloj dhe t'i emërtoj emocionin, por kjo nuk më bën të lëkundem për ta lënë atë të vazhdoj atë gjë që ju ndalua. Në qartë. A është mbrojtja e tepërt më shumë një frikë e prindrit se sa vetë ajo realiteti ose gjëja që po i ndodh fëmijës? E vërtet. Para disa ditësh kisha postuar një video në të cilën Emili shfaqej bashkë me mua duke prerë një banane me thikë. Emili, para se ta preki thikën, e ka parë këtë proces nga unë, sepse unë e përfshi gjithmonë në çdo ritual, mundohem të paktën, nuk po them që e bëj çdo ditë, sepse rutina e nënave është shumë e ngarkuar, po mundohem që sa herë ka mundësi ta përfshi. Emili e ka parë funksionin e thikës, prisë largu, e ka parë prisë afërmi, unë ja kam ilustruar dhe ajo thikën nuk ka kuriozitet ta eksploroj në mënyrë të dëmshme, sepse ja ka njohur funksionin. Ajo ka kuriozitet ta provoj funksionin e thikës dhe ta eksperimentoj ashtu siç e ka parë nga mami, sepse të imitoj, aftësitë imituese kryesojnë tek fëmia. Kështu që ajo e merr thikën dhe e pret bananën në mënyrën siç duhet. Unë i qëndroj afër, mund t'i mbaj dorën për të shmangur çfarë do lloj rreziku, dhe nga kjo video kisha shumë komente të nënave që mos ja ke lënë thikën, po ti nuk e frik, unë nuk ja lej thikën dhe ti ke në një ambient tjetër. Gjithashtu dhe kur Emili ushqehet me piru, shikoj edhe të afërmit ton apo çdo njeri që mund të ndodhet me mua në atë moment, mos se do vritet, do bëj këtë. Ajo e din funksionin e pirunit, unë jam aty afër me të, kështu që në këtë rast ajo s'po bën asgjë të keqe, përpose po mëson një aftësi që është shumë e mirë për të. I zhvillon vetbesimin, i stimulon aftësitë motorike, kështu që nesër pas nesër këto janë edhe aftësi që përkthehen në një qasje në një aftësi më të lehtë në shkrim.
Pra kemi shumë fëmijë që shkojnë në klasë të para apo në parashkollore dhe kanë vështirësi për të shkruar. Pse? Sepse motorika fine e duarve nuk është stërvitur që prej zvogli. Pra fëmia që në muajt e para eksperimenton me lodrat, pastaj duhet mësoj të hajt, të lajë duart, veshë këpucët. Shumë fëmijë rutinat ja bëjnë prindërit. Pra, një fëmijë 4 vjeç vishet çdo ditë rregullisht nga nëna vet. Nuk lehet që të provojë të vishet ta bëj aq pak sa mundet procesin, apo larjen e duarve, apo të gjithë aktivitetet që duhet që të pjesa e autonomisë personale të fëmijës. Po. Pse është e nevojshme që një fëmijë të humbasi dhe të dështoj në një lojë, në një aktivitet, fundja edhe të dështojt edhe mos të arrit të presi diçka vetë ose të lidhi këpucët vetë. Ajo pjesa që do i lidhi keshat e lidhsen ose jo do e lidhi fare. Nuk do t'i lidhi. Se është e rëndësishme. Nga eksperienca ime e punës si terapiste me fëmijët, shumë fëmijë me vështirësi emocionale e përjetonin shumë humbjen. Aq më tepër fëmijët e vetëm e përjetojnë shumë humbjen. Sepse në fëmijët ndonjëherë duar trokiten më shumë se ç'duhet dhe mbi vlerësimi kalon në nivele të cilat fëmia ka vështirësi ta shikojë veten më pas në raport me moshatarët e vet, sepse e kupton një realitet tjetër, të cilin nuk e bën të ndihet rehat. Po, shpesh prindi për ta kënaqur fëmijën, për t'i dhënë atë kënaqësi, i jep vetëm mundësinë për të fituar në shtëpi. Ose nëse është vllai apo motra e madhe, normalisht e ka aftësi më të mira dhe gjithmonë do ndodhi që do fitojë. Prindi asnjëherë në shumicat e rasteve nuk bën një lojë me fëmijën dhe ta bëjë fëmijën të humb. Këtu nëse do ketë ndodhur një herë, fëmia do ketë reaguar keq, aty do jetë ndjer prindi akoma më keq se fëmia dhe herën tjetër do t'i ketë dhënë një mundësi që fëmia të ndjej emocionin e fitores. Kur fëmia shkon në kopësht, shkon në shkollë, ndeshet dhe përballet me humbje. Ndoshta nuk është më i miri, ndoshta mund të jetë, nuk dua të përdor termin më i keq, po jo nuk arrin të fitoj aq shumë sa fiton në shtëpi. Kështu që nuk di si ta menaxhoj këtë situatë të panjohur për të. Prandaj fëmia duhet të lejohet të njihet me të gjitha situatat të cilat do jenë shoqëruese në ambientet e jashtme.